sisteme të edukimit. Dhe thoma dhe prindrit duke mos pas kohë më marrë me fëmijët e tyre, në shkolla, unë punoj vetë në shkolla, jam për ditë. Unë kam atë publicistikën time, shkrimet e mia, librat e mia, më dytërojnë me lexua shumë. Dhe në fakt e shoh, unë edhe orën e mësimit, ndoshta jam i vetmi i fundit që kam ngel që e ndaj orën e mësimit, 18-20 minuta teknologjie, shkencë, laboratore, vërci, edhe 20 minuta ja u bëj studentëve një pyetje rreth një shkrimtar, rreth një poeti, rreth një fenomen shoqëror, rreth një problemi dëmtim mjedisor, rreth një interesi ekonomik, etj. Pra, edukimi qytetar në shkolla ka ra, të vinë të gjithë, ndoshta më dëgjoj ministri arsimit të ngrihet të thotë ç'është ai profesor që thotë. Unë jam një profesor që e shoh për ditë. Ha me merrni ju e kamën dhe të shkojmë në cilat shkollat të Republikës Shqipërisë bëhet edukim qytetar. Jo, po të shkojmë me kamerë, do jenë... Do pregaditëm, por realisht edukim qytetar nuk bëhet. Atëherë, thot psikologjia se ti ke marrë për psikologe, edhe e lexoj shpesh dhuna buron aty ku fillon varfëria dhe ignoranca. Ignoranca, bile thot një shprehje në psikologji, ignoranca djep i dhunës. Atëherë kush në la ignorant, korrupsioni, nepotizmi, ignoranca, diplomat e blera, pagat e ulta, varfëria thellë dhe... Lor? Jam shumë dakord me profesorin në çdo gjë që tha. Një fëmijë bëhet i dhunshëm kur nuk është empatik. Empatia në ditët e sotme po mungon. Kjo vjen si pasojë e mosrritjes nga prindrit. Siç dhe profesori tha, kemi prindër të pakojë që vrapojnë, nxitojnë për punë, për t'i ushqyer, për t'i blerë disa rroba, për t'i blerë telefonat që në fund të ditës nuk janë të shëndetshëm dhe nuk i përdorin për mësime, nuk i përdorin, se ndonjëherë dëgjojmë fëmijë që thonë na duhet telefoni për të bërë mësimet, për të bërë këtë, për të bërë atë, ose kompjuteri, laptopi. Nuk i përdorin kurrë për qëllime për të mësuar, po i përdorin vetëm për të bërë trendet e fundit të TikTokut. Fëmijët në ditën e sotme janë pre e teknologjisë vetëm për të shkatruar njëri tjetrin dhe cili të dalë më lartë. Dhe një gjë të tillë promovon edhe dhunë. Shohim që s'kemi empati, shohim që nuk kemi emocion, shohim që inteligjenca emocionale tek fëmijët e brezit të sotëm mungon. Të gjithë prindrit janë të fokusuar vetëm tek notat e fëmijëve. Por e mira e gjithë kësaj është që ne fëmijët ti mësojmë me inteligjencë emocionale. Ata të kenë një inteligjencë emocionale kundrejt bashkëmoshatarëve, kundrejt mësuesve, prindërve, kundrejt çdo komuniteti, gjë që mungon sepse TikToku, Instagrami, rrjetet sociale nuk ta mësojnë një gjë të tillë. Janë gjëra që nuk janë fizike, nuk janë të prekshme, nuk të japin ndjeshmëri. Dhe vetmja gjë që promovojnë është dhunë dhe trendet e fundit për të ndjekur dhe për të qenë cili më i mirë se sa tjetri. Avokate? Ngjarja, them drejtën, është shumë e rëndë. Ne kemi diskutuar edhe për ngjarje tjera këtu tek ju, por që kjo është shumë e rëndë dhe këtu kanë nxjerrë në pa gjithë qalimin e institucioneve. Kishim një denoncim të bërë dhe një muaj në heshtje që nuk ishte bërë asnjë veprim, është prenoncimi i policisë që thotë është thjesht dhunë dhe duke vajtur nga komisariati në prokurori me këtë akuzën dhunë, automatikisht ajo prokuroria do kërkojë mos fillim. Nuk është parashikuar fiks ngjarja, nuk është pasqyruar fiks ngjarja siç ka ndodhur. Kemi heqje të drejtës, kemi kufizim, lirie të